Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier merr të pandehur dhe dërgon në gjyq shtetasit SHK dhe PP për kryerjen e veprës penale të trafikimit të veprave të artit dhe kulturës. Në kuadër të hetimeve, Prokuroria Fier dërgoi çështjen në gjyq pasi nëpërmjet metodave speciale të hetimit u arrit të provohej se i pandehuri PP ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për tregtimin në datë 18/12/2023 tek agjentët në mbulim të objekteve të ndryshme që përbëjnë pasuri kulturore materiale pa qenë licencuar nga Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Në kryerjen e këtij aktiviteti të paligjshëm, i pandehuri PP është ndihmuar nga i pandehuri tjetër SHK. Të pandehurit PP janë sekuestruar pasuri kulturore materiale të luajtshme, fushë krevole, objekti shekullit të 18, ikon Lindja e Krishtit e fazës përmbyllëse të pikturës pas bizantine, portret Eros, koka e një fëmije, skulptur me mermer të bardhë, epitafi, vajtimi i mbivorshëm me material tekstili dhe qëndisje, ndërsa figurat e shenjtorëve janë të realizuara me metal. Në përfundim të gjykimit, gjykata e shkallës së parë Fier ka vendosur deklarimin fajtor të pandehurve PP dhe SHK për akuzat që u atribuoheshin. Në vijim, Prokuroria Fier shpreh angazhimin për hetimin dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të personave që kryejnë vepra penale kundër pasurisë dhe trashëgimisë kulturore.